Përshëndetje shenja ujorit, sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi mbretin e shkopinjve, 5 shkopin, kulla dhe heremiti. Atëherë, gjendja personale këtë javë nënkupton që ju mund të ndiheni në presion të brendshëm dhe të jashtëm. Mbreti i shkopinjve tregon se ju po përpiqeni të qëndroni të fortë me vetbesim dhe në kontroll, por 5 shkopin sinjalizon për konflikt, qoftë me të tjerët apo brenda vetes suaj. Kulla sjell një ndarje të papritur ose një rrëzim të një ideje ose plani. Kjo mund të jetë tronditse, por do t'ju çojë drejt një shërimi më të thellë. Dhe heremiti nxit të tërhiqeni për reflektim dhe qartësi të brendshme. Kartat këshillojnë të praktikoni mendimin, meditimin, për t'u lidhur me heremitin tuaj të brendshëm dhe për të drejtuar kullën drejt rindërtimit. Në familje kemi 10 kupat, temperanca, balanca dhe shërimi, ylli, 7 shpatat dhe 5 kupat, të cilat ranë të dyja së bashku njëkohësisht. Në familje ju keni një përzierje të energjive pozitive, por edhe sfiduese. 10 kupat dhe temperanca tregojnë dashuri, harmoni edhe përpjekje për ekuilibër. Ylli sjell shpresë edhe lidhje shpirtërore. Megjithatë, 7 shpatat dhe 5 kupat paralajmërojnë për mungesë transparence, zhgënjimi ose ndjesinë se dikush nuk po i thot të gjitha. Unë do thoja që është më mirë të dëgjoni intuitën tuaj dhe të ruani ekuilibrin. Po gjithsesi kartat këshillojnë të festoni 10 kupat duke falur zhgënjimet e 5 kupave me temperancën. Dhe dashuria, në dashuri kemi 9 shpatat, 9 kupat, 8 shpatat, 2 shkopin dhe 6 shkopin, të cilat ranë të dyja së bashku njëkohësisht. Në dashuri, kjo është një javë kontrastesh. 9 shpatat dhe 8 shpatat tregojnë mendime të rënda, frikëra ose ankth. 9 kupat flet për një dëshirë të fortë emocionale, por edhe një kënaqësi të përkohshme që mund të mos jetë e thellë. Ju jeni në një pikë vendimi me 2 shkopinjt dhe jeni duke kërkuar vëmendje ose sukses me 6 shkopinjt, por duhet të vendosni nëse ajo që keni është vërtet që ajo që dëshironi ju. Unë do të thoja të lëshoni 9 shpatat për të kapur 9 kupat, edhe të përparoni me zjarrin e suksesit me 6 shkopinjt. Ndërsa në punë kemi 5 monedat, 10 shkopinjt, 8 shkopinjt në të kundërt dhe forca, strength. Në aspektin profesional, kjo javë nuk duket e lehtë. 5 monedat dhe 10 shkopinjt tregojnë ndjesinë e mungesës, stresit, apo përgjegjësive të shumta që ju rëndojnë. 8 shkopinjt në të kundërt sugjeron vonesa, pengesa ose komunikim i bllokuar. Megjithatë, strength, forca, ju tregon se keni fuqinë e brendshme për të përballur çdo sfidë me durim, qetësi dhe vetkontroll. Këshilla e kartave është të ushtroni përmbajtjen, që të duroni domethënë 10 shkopinjt. Edhe të thyeni ato bllokimet e 8 shkopinjve në të kundërt. Ndërsa në prizëm orakull kemi intuitën. Intuita juaj është shumë e fortë këtë javë. Dëgjojeni zërin e brendshëm përpara se të merrni vendime, veçanërisht në dashuri dhe në familje. Intuita do t'ju çojë atje ku logjika nuk arrin. Çdo rrëzim sjell një ndërtim të ri, do të thoja unë. Kështu që qëndroni të qetë mes furtunës dhe dëgjoni veten tuaj, sepse ju keni forcën për të kaluar gjithçka që ju vihet përballë. Gjendja personale sfidon me izolim dhe shembje. Familja ofron harmoni emocionale, ndërsa puna kërkon durim përballë
pengesave. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim!